A ka një emër të ri lëvizjave të vendosje për ta propozuar për president? Gjithmonë kemi emra, ne i kemi propozuar 2 emra, por se po presim deri sa të merr fund kjo bllokadë e opozitës edhe të vazhdojmë tutje. Dhe pse po lidheni gjithmonë tek problemi bllokade e opozitës? Që ky emri i ri, a keni të gatshëm pra që t'i afroni opozitës që ta votojë opozita? Po këtyre nëse shikojmë pak edhe në retrospektiv, edhe i bëjmë një analizë objektive, bazuar në ato se çka ka ndodhur, edhe reflektojmë racionalisht, e shohim që vetëm lëvizjave të vendosje është ajo që po bën përpjekje serioze për me të kalu këtë krizë. Realisht krejt rrethana, nëse merret parasysh dhe analizohet me kujdes, i bie përshtatshëm definicioni i krizës. Ne deri tash kemi propozuar, kemi taku me aktorët e opozitës, kemi kërkuar emra prej tyre, kemi propozuar emra prej anës tonë, dhe nuk është se kemi pa ndonjë lëvizje. Vazhdimisht po e shohim që është një përpjekje e partive të opozitës, më shumë për me fitu narrative në opinion publik se kush i ka fajet, e të njëjtën për akuzë pastaj për na gjujnere, me një farë mënyrë. Po edhe ju po e bëni, pra zoti Kurti ironizoi me opozitën duke krahasuar atë me një punonjës që aplikon për punë dhe si ka dokumentat. Edhe ju po e bëni këtë. Jo, shiko, ne po realisht do të me pas parasysh kur diskutojmë për çështjen e presidentit, kur diskutojmë për gjetjen e një zgjidhje. Na nuk mund të sillemi sikurse në Kosovë nuk ka një matje të forcave politike këtu. Nuk mund të sillemi të thotë se gjitha subjektet kanë peshën e njëjtë. Do thotë ka dikush që është vlerësuar më shumë prej qytetarëve, ka dikush që ka peshën më të vogël, mirë, po gjithsesi bara për zgjedhjen e presidentit është të gjithë. Por ajo që ne nuk mund të bëjmë është që si rezultati i rrethonës së krijuar nga mungesa e vullnetit për bashkëpunim, përcaktojmë një kandidat i cili fare nuk reflekton vullnetin politik të shprehur me votë të qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse deri tash kërkesa që i kemi pasur për zgjidhje të situatës kanë qenë kryesisht propozime tepër partijake. E për partinë kohë ashtu puna, po besoj që vetëm lëvizjave të vendosje e ka legitimitetin e duhur për ta propozuar një kandidat ta shkuaj kështu kushtimisht kandidat partijak. Në anën tjetër, kemi shpreh gatishmërinë që me pranu çfarëdo figure konsensuale, e cila është mbi partitë politike, ashtu siç e kërkon edhe kushtetuta, konform kompetencave që i ka presidenti i Republikës Kosovës, mirë po deri tash sa po flasim, nuk është se kemi gjetë mirë kuptim në këtë pikë. Dhe Abrashe, kam një pyetje, pra po të çarkullon në rrjetet sociale, mund të jetë edhe spekulim. A është diskutuar sërish dikush një antar i familjes Jashari, konkretisht Bashkimi Jashari për të qenë kandidat? A keni informacione në grup parlamentar për një gjë të tillë? Nuk ka diçka ndonjë informacion.